Ky grumbull mbeturinash që shihet në Kotopamje ndodhet aty prej disa javësh. Banorët edhe njëherë kanë deklaruar për televizionin Syri se era e keqe dhe shpërndarja e mbeturinave, sidomos gjatë ditëve me frymë, po përhapen në të gjithë lagjen. Përveç këtij lokacioni, edhe disa metra më tutje është krijuar një deponi e vogël ilegale. Sipas banorëve, shkak për këtë situatë është mungesa e kontinjerëve për banesat e reja të ndërtuara në këtë zonë, gjë që ka bërë që rruga në të dy anët e saj të mbushet me mbeturina. Banorët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të reagojnë sa më parë, të largojnë mbeturina dhe të vendosin kontejner në mënyrë që të parandalohet ndotja dhe rreziku për shëndetin publik. Madje disa prej tyre thonë se krahas ndotjes së hapësirës publike, po krijohet edhe një imazh as pak i mirë për gjithë lagjen dhe komunitetin. Kujtojmë se mediumi Ynë edhe para disa ditësh ka transmetuar kronikën ku ka përcjellur shqetësimin e banorëve të kësaj zone për situatën e krijuar me mbeturina, por gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë.